Une nuk e harroj kur njetë sakrificat që i kam bo, që i kam bo ata për mu. So herë për shembull që na kena mbrëmje, ose dasëm, ti me shku, është normale që ti keme kryqat pak ma vonë. Natën, udhëtimet, ata janë tankon me ty, ose me mu, familja. Udhëtime pa hongër, najherë pa pi, se kur nuk i dihet se ti qysh je. As ki ko munala, qysh, për shembull, sa herë ndodh që jena shumë t'lodhun. Sa herë ndodh që ki stres, nuk kanë shku nashta punë qysh ti ke dasht. Familja jem jon ata që jon kon gjithmonë me mu sa herë që unë kom pas nevojë për ta. Bile shumë shpesh ndodh që shumicën e raste kur unë jam keq mrena, mos me thirr, mos me shqetësu, mos me avarë qatë energjinë tem negative. Edhe shumë shpesh ndodh që edhe qato momente i kaloj nashta vetë. Po kur u kon puna për me ma dhoni dorë edhe për me ndihmu, ata jon kon të partë. Ata jon kon që kur mu nuk ma kanë prish qefin tem. Ata jon kon gjithmonë t'gatshëm për mu në çdo orë, në çdo kohë. Edhe i falenderoj shumë, edhe uroj që krejt familjes shqiptare me kon kaq t'bashkume sa jam unë edhe familja jam.